Përshëndetje të gjithëve miq. Jemi këtu në sheshin Skënderbej, ne jemi në vendin tonë sepse këtu kemi bërë fushatën. 50 metra më poshtë është fushata e braktisjes madhe. Po dalin socialistët, po tërhiqen. I pedhe ti Eva? Patjetër, bile edhe një takim me një nga pjesëmarrësit, një socialist i zhgënjyer, i cili e la për gjysmë për atë manifestimin. Janë të zhgënjyer po ikin dhe gjysmat këtu janë turistë, nga këto që kanë qef atë kongën ecin përpara, se i duket se i pëlqet hujve me këndullë me kërcy, se ne i shohim për ditë këtu kur këndojnë këta. Jemi në një moment të fundit dhe të dëshpërimit. Rama dhe Berisha bëjnë fushatën e tyre të fundit. Kjo është fushata e tyre e fundit. Sa po e thash tani edhe në një intervistë, ne jemi partia më e bojkotuar në Shqipëri. Nuk do rrim duke anku, po do ecim 20 km në ditë siç e kemi bërë. Mos harroni Treshin. Ky ka dalë këtu, është duke fol për Europën, nuk ka më çfarë thot. Kanë 35 vjet që mashtrojnë shqiptarët, mas 35 vitesh. Shivi, dëgjoj, kthej pa kamerën nga ai. Shive si i gënjen shqiptarët. Shivini, herojt e pavarësisë thot, a kuptoni? Është duke nuk ka më çfarë ti thot njerëzve. Dëgjojeni. Në vitin 2030 thot, nuk thot për shembull 2025. 2030 thot sepse ai e di që nuk është më mbrapa. Por i gënjen njerëzit sepse don t'i thot atyre që jo vetëm këto zgjedhje i kanë fituar, por edhe 2030-s. Vëllezër dhe motra shqiptar, kemi 4 javë përballë. Duhet t'i trondisim nga themelet. Rama sot ka 2000 veta në shesh, partia në pushtet për 12 veta. Për 12 vjet ka 5000 veta, 3000 veta, nuk e di sa mund t'jenë. Gjysmat janë turista që vinë me ngjua hengun e këtit dhe dajën e këtit. Pjesa tjetër i kanë pru aty me zor, sepse do i shërbejnë bukës kalamajve. Edhe ata do t'i braktisin shumë shpejt. Mos harroni numrin 3, lëvizja Dheu, tregoja një çuna. Treshin ke fleta e votimit, Treshin. Këta nuk kanë më çfarë të gënjejnë. Këta nuk kanë më çfarë të rejnë. Ai i solli lasi vitën me Fatmir Mediun nga Amerika, kujtojnë se shqiptarët janë 91-shin që mund t'i rreshe me bluzë Los Angeles Lakers. Ai është një biznesmen që ka ardhur për t'i bërë makijazh politikës vjetër. Për të marrë para dhe për të marrë hakun e makijazhit. Biznesmen, lobistët janë biznesmen, merr lek i ikën, miru pafshin, kaq. Nuk fajson ai administratën tra. Absolutisht. Nuk ka biznesmen që t'i bëj makijazhin këtyre, kanë mbaruar Rama dhe Berisha. Ju përshëndesim gjithëve nga lëvizja Dheu, mos harroni Treshin dhe çoja një video të gjithë Shqipërisë, shpërndajeni sa më shumë dhe merrni miqtë tuaj në telefon në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Ju përshëndesim gjithëve. Përshëndesin i gjithë. Treshi. Ndajeni sa më shumë të video, Treshi. Rrofë partia Dheu. Treshi gjithmonë. Mirupafshim, ju përshëndesim gjithë.